Modelja nga Kosova, Brikena Selmani, një nga banorët më të komentuara të edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, ka ngjallur reagime të shumta me një deklaratë të drejtpërdrejtë që nuk kaloi pa u vënë re nga publiku dhe mediat roz. Gjatë një bisede të hapur me banorët e tjerë brenda shtëpisë më të famshme në vend, Brikena ndau bindjen e saj personale lidhur me marrëdhëniet dhe rolin e parave në to. Ajo u shpreh se beson se shumica e meshkujve të pasur kanë prirje për të tradhtuar. Një mendim që menjëherë ndezi diskutime dhe komente të shumta. Unë mendoj që meshkujt që kanë shumë para, shumica mendoj që tradhtojnë, u shpreh ajo pa hezitim. Më tej, Brikena theksoi se për veten e saj nuk kërkon luks apo pasuri materiale, por një partner të thjeshtë dhe të ndershëm. Ajo përdori shprehjen popullore buk e kripe zemër, duke nënvizuar se vlerëson më shumë sinqeritetin, qetësinë emocionale dhe ndjenjen e mirë në një marrëdhënie, sesa statusin financiar. Modelja, e cila është e njohur në Kosovë për angazhimin e saj në botën e modës, po e shfrytëzon pjesëmarrjen në Big Brother VIP Albania për të treguar një amë personale të vetes, duke mos u kufizuar vetëm te imazhi i saj publik. Ajo po hap diskutime të drejtpërdrejta mbi dashurinë, besimin dhe marrëdhëniet moderne. Tema këto që prekin një pjesë të madhe të audiencës. Deklaratat e saj kanë ndarë opinionin publik. Disa fansa e kanë përkrahur për sinqeritetin dhe guximin për të thënë hapur mendimin e saj, ndërsa të tjerë kanë debatuar mbi përgjegjësimin e bërë ndaj meshkujve të pasur. Brikena ka bërë të ditur se është e hapur për të folur për jetën e saj personale dhe preferencat në dashuri, gjë që po i shton më shumë interes rrugtimit të saj në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, duke e bërë një nga personazhet më të diskutuar të këtij edicioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.